Ktu përmend që 20 metra më tutje ka qenë zyrja e parë e lëvizjes vetëvendosje, por në të njëjtën ndërtesë në kotën e 4 ka qenë banesa e Albinit, ku ne na taku shumë. Shumë prej diskutimeve ka ndodhur në atë banesë. Edhe po du me ju tregu një sakrificë vetë Albinit, i cili vetë ju duhanxhi, mos thom anti-duhanxhi, duronte me orë tona derisa na pinim dohan një mas një në qatë dhomën ku na moj shumë takime. Edhe më kujtohet kur vendosëm që me lanë takimet pa dohan, atëherë Hyseni kërkoj që me bo pauza çdo 45 minuta, e na prej debatit nxehtë haroj shumë me lej shumë këto pauza çdo 3 orë. E masën e Miloti thoshte, po pimë duan brenda, e pastaj pauzën më artë posër e më bojmë balkon të Albinit. Po du me thonë që po Albulena i përmendi